Është deputeti më i moshuar i legjislaturës së 11 të Kuvendit të Kosovës. Për këtë arsye, Avni Dehari ka marrë edhe detyrën e kryesuesit të seancës konstituive. Por që nga 8 gushti, kur thirrë seanca fundit, Kuvendi ka mbetur në pritje të vazhdimit të saj. Dehari nuk ka thirrur një seancë të re, ndërsa nga PDK-ja tashmë kanë kaluar nga kërkesa për vazhdim në kallëzim penal ndaj tij. Në një konferencë për media, deputeti PDK-s Përparim Gruda tha se kallëzimi penal do të dorëzohet në prokurorinë speciale për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Partia Demokratike e Kosovës sot do të depozitoj një kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj deputetit Avni Dehari, së kryesues i saj, dhe detyrë të cilën ai nuk po e ushtron në përputhje me rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës dhe me Kushtetutën e Kosovës. Siç e dini, rregulloria e Kuvendit të Kosovës kërkon që Kuvendi të mblidhet çdo 48 orë. Sipas PDK-s, mosthirrja e seancës ka penguar konstituimin e Kuvendit. Përkundër se ne i kemi dërguar disa letra, nuk ka reflektuar dhe nuk e ka thirrur seancën, vazhdimin e seancës konstitutive, prandaj ne do të paraqesim kallëzim penal për shpërdorim të detyrës zyrtare. Gjatë së mërkurës, kallëzim penal ndaj qeverisë në detyrë bëri edhe Aleanca për 17 vendime që u morën në mbledhjen e 12 gushtit. Ndërkohë gjatë sejntes, për të 11 ditë me radhë, deputetët e PDK-s dhe Aleancës u ndalën afër objektit të qeverisë. Nga aty, ata i bën thirrje kryetarit të televizjes vetëvendosje Albin Kurti që të shkojnë në Kuvend e ta konstituojë atë.